Falëndërimi I plot dhe I sinqert I takon vetëm Allahu Gjellëshenu, I cili e bëri namazin detyrë shpirtërore dhe punën halal detyrë jetësore. Ai e do besimtarin që punon dhe e urrejn njeriun e shëndosh që rri pa punë. Paqja dhe bekimi Allahu qofshin mbi Muhammedin alayhi salam, I cili na mësoi të punojmë me duart tona dhe na udhëzoi drejt ibadetit të pandërprerë. Paqja qoftë mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij të zgjedhur dhe mbi ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë rrugën e Allahut dhe të dërguarit të tij deri në ditën e kataklizmës. Të dashur vëllezër, xhamat I vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është edhe pas namazit adhurim. Aliu radiallahu anhu rëfen, derisa Muhammedi alayhi salam ishte ulur me një grup muhaxhirësh dhe ensarësh, erdhi një grup hebrejsh dhe I thanë: O Muhammed, do të pjesim për disa fjalë që Allahu ja ka dhënë Musait dhe I ja jep vetëm pejgamberëve që kanë shpallje dhe janë të afërt me engjëjt. Muhammedi alayhi salam tha, pyetni. Ata thanë: O Muhammed, na thuaj për 5 namazet që Allahu ja ka bërë obligim ummetit tënd. Ai tha: namazi I drekës fillon kur dielli është në mesin e qiellit dhe në atë kohë çdo gjë e gjallë madhron dhe lavdron Zotin e vet. Koha e ikindis është ajo në të cilën Ademi alayhi salam e shijoi pemën e ndaluar. Koha e akşamit është koha kur Allahu Gjellëshanuhu pranoi pendimin e Ademit alayhi salam. Nuk ka besimtar që e fal këtë namaz me shpresë në shpërblimin e Allahut e të bëjnë ndonjë lutje pa ja pranuar Allahu Gjellëshanuhu. Koha e jacis është koha që e kanë falur edhe pejgamberët para meje, ndërsa koha e sabahut është koha e lindjes së diellit. Dielli lind midis dy brirëve të shejtanit, sepse është koha kur shejtani ndërhin më së shumti. Dhe çdo jo besimtar I ban sejdë diellit përkundër Allahu Gjellëshan. Ata thanë: të vërtetën the, o Muhammed, tani na thuaj cili është shpërblimi I atij që fal namaz. Muhammedi alayhis salam tha: namazi I drekës është në kohën kur zjarri I xhehenemit ndizet më fort dhe nuk ka besimtar që e fal këtë namaz pa e mbrojtur Allahun nga zjarri I xhehenemit në ditën e Kiametit. Namazi I ikindis është në kohën kur Ademi alayhis salam e shijoi pemën e ndaluar dhe nuk ka besimtar që e fal këtë namaz pa dal I pastër nga mëkatet si ditën kur e lindi nëna e tij. Pastaj e lexoi ajetin kuranor ku Allahu Gjellëshanuhu në Kur'an u shpreh dhe tha: ruani me kujdes namazet e sidomos namazin e mesditës dhe qëndroni me përulje para Allahut. Namazi I akşamit është në kohën kur Allahu Gjellëshanuhu pranoi pendimin e Ademit alayhis salam dhe çdo besimtar që e fal këtë namaz me shpresë në shpërblimin e tij, nëse kërkon diçka nga Allahu Gjellëshanuhu, ai do t'ja jap. Namazi I jacis është në errësirën e natës, ashtu siç është varri I errët dhe dita e Kiametit e mbuluar me terr. Nuk ka besimtar që e fal këtë namaz duke shkuar në errësirë për në xhami pa I ndaluar Allahu zjarrit të xhehenemit ta prek. Dhe atij do t'i jepet dritë që do t'ja ndriçojë rrugën e tij. Sa I përket namazit të sabat, nuk ka besimtar që e fal sabahun në xhami pa I dhënë Allahut mbrojtje. Një mbrojtje nga xhehenemi dhe një mbrojtje nga hipokrizia.
Kjo është shpërblimi i namazit. Besimtari e di këtë dhe është i vetëdijshëm se pa namaz muslimani nuk jeton. Por ashtu e di se namazi nuk është vetëm një gjë me të cilët merret besimtari dhe nuk është i mjaftueshëm për ta plotësuar besimin e tij. Dietarët tanë, duke studiuar Islamin si një tërësi, kanë arritur në përfundimin se ibadeti ndahet në 10 pjesë. 9 janë në kërkimin e rizkut dhe punën për fitimin halal, dhe vetëm një pjesë është në kryerjen e riteve, namaz, agjërim e tjerë. Ebu Hurajra transmeton se Muhamedi a.s. ka thënë: kush kërkon dhe fiton në dunja në mënyrë halal, që të mos kërkoj lëmosh nga të tjerët, që të siguroj familjen e tij dhe që të jetë në gjendje të ndihmoj të tjerëve, Allahu do të ringjall në ditën e Kiametit me fitir që shkëlqen si hëna e plot. Allahu xhalleshanu është furnizues. Njeriu është i obliguar të përpiqet për të ardhur deri te furnizimi. Allahu xhalleshanu thotë: sikur Allahu t'ua jepte pasurinë me shumicë të gjithë robërve të tij, ata do të kalonin kufit në tokë. Shekik bin Ibrahimi e komenton këtë ajet kështu: sikur Allahu t'u jepte njerëzve rizkun pa mund dhe pa punë, ata do të kishin shumë kohë të lirë dhe do të prisheshin. Ai i ka angazhuar ata që të punojnë për jetesën, në mënyrë që të mos kenë kohë për këtësi. Tregohet se Daudi a.s. dilte mes njerëzve të tij për të pyetur se si po e qeveriste qeverinë e tij. Një ditë i u shfaq Xhibrili në formë njeriu dhe Davudi a.s. e pyeti: çfarë mendimi ke për Davudin? Ai tha: njeri i mirë dhe sundues i mirë, por ka një tëmet. Davudi pyeti: cila është ajo? Ai tha: përdor pasurin nga arka e përgjithshme e muslimanëve, por Allahut i është më i dashur robi që ushqehet me atë që fiton me duart e veta. Davudi a.s. u kthye në shtëpi duke qarë e lutur Allahun: o Zoti im, më mëson një zanat me cilin do të punoj dhe do të jemi pavarur nga pasuria e ummetit tem. Allahu xhalleshanhu e mësoi të prodhonte mburoja dhe parzmore. Kur mbaronte punët shtetërore dhe detyrat ndaj popullit, ai merrej me punën e tij, prodhonte mburoja, i shiste dhe ushqente veten dhe familjen e tij. Këtë e përmend edhe Kur'ani, dhe ne e mësuam atë të bënte parzmore për ju, që t'ju mbrojnë në luftë kundër armiqve tuaj, a nuk jeni mirënjohës. Njeriu t'i është dhënë arsyeja, është pajisur me forcë dhe është i detyruar të luftojë kundër varfërisë dhe varësisë ndaj të tjerëve. Xhabir bin Abdullah transmeton se Muhamedi a.s. ka thënë: kur njeriu hap dyert e kërkimit të lipjes, Allahu i hap dyert e varfërisë. Kush përmbahet, Allahu e mbron. E kush përpiqet të jetë i pavarur, Allahu e pasuron. Ma mirë është që dikush të marrë një litar, të shkojë në mal, të prejë dru, t'i bartë në treg e t'i shes për disa hurma, se sa të lip nga njerëzit e të prejës nëse do t'ja japin apo jo. Nga Ibn Omeri transmetohet se Muhamedi a.s. ka thënë: Allahu e do çdo besimtar që punon dhe përpiqet për furnizimin e familjes së tij, dhe nuk e do njeriu në shëndosh qëri pa punë. Në shoqërinë tonë, për fat të keq, gjithnjë e më shpesh ndodhin vjedhje, grabitje dhe sulme nga të rinj që kërkojnë para. Njerëzit e ndershëm, të moshuarit, gjyshrit e nënat janë bërë të pasigurta në shtëpitë e tyre. Po ashtu, gjithnjë e më shumë njerëz trokasin derë më derë duke kërkuar ndihmë apo hua.
të cilën zakonisht nuk e kthejnë. Si dëgjuam, një musliman i shëndosh nuk lejon veten të bjerë në këtë gjendje, sepse në këtë hyn në zemrimin e Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu. Ja çfarë bëri Muhamedi alayhis salam kur një njeri i shëndosh i erdhi në derë për të kërkuar ndihmë. E shiti mbulesën dhe enën e tij për 2 dirhem, i ja bleu një sapat, vetë ja vuri dorezën dhe i tha, shko prit drun dhe shit, mos të të shoh këtu për 15 ditë. Pas 15 ditësh, a i kishte fituar 10 dirhem, prej cilave bleu ushqim dhe roba. Muhamedi alayhis salam i tha, a nuk është kjo më e mirë se sa të vish në ditën e gjykimit me një njoll të zezë në fytyrë për shkak të lipjes tënde, që nuk do të fshi asgjë përveç zjarrit të xhenemit. Zjarri i xhenemit shuhet dhe njeriu mbrohet prej tij duke u falur, por edhe duke punuar. Nuk do të mbrohesh prej tij vetëm me namaz, as nuk do të shpëtosh vetëm duke punuar. Falu dhe puno, dhe në këtë mënyrë jeto në ibadet. O Zot i lartësuar, na bëj të vetëdijshëm se Islami është jetë. Amin. Wa akhiru da'wana wa anil hamdulillahi rabbil alamin.